Një lidhje me kolegun Ergjys Kavaja nga Shkodra për të kuptuar se si po shkon procesi, pse me kaq vonesë dhe pse në qytet, pra në Shkodër nuk ka ende një kuti të numëruar. Ergjys, përshëndetje. Po dhe nisë përshëndetje, në fakt ka nisur procesi numërimit votave edhe për Bashkinë e Shkodrës, kemi rezultatin edhe të qendrës parë të votimit në zonën e Shirokos, në ZAZ numër 3 në qytetin e Shkodrës, ku rezultati është i tillë, ku Partia Socialiste ka 111 vota, Partia Socialdemokrate 57 vota, ndërkohë që Partia Demokratike ka 74 vota në qendrën e parë të votimit, e cila është hapur në ZAZ numër 3, e cila është e para, e cila ka nisur procesin e numërimit, edhe pse me shumë vonesë për shkak mungesës së komisionerëve dhe numëruesve të Partisë Demokratike në ZAZ-t, jo vetëm në ZAZ numër 3, por edhe në ZAZ numër 2, 4 dhe 5. Me sa duket kemi një shkëputje të sinjalit nga Shkodra. Përfitojmë nga ky moment për të parë edhe njerë tabelën në nivel kombëtar dhe me dy komentatorët. Po, e kemi Ergysin, atër Ergys, rikthemi dhe njerë, me sa duket pati një shkëputje të shkurtër, mbetemi tek të dhënat e Shkodrës. Po, Denis, si që tash, është numëruar kutia e parë e qendrës votimit për zonën e Shirokos në ZAZ numër 3, ku si që tash në shifra janë 111 vota për Partinë Socialiste, janë 57 vota për Partinë Socialdemokrate dhe 74 vota për Partinë Demokratike. Është një zonë fakt tradicionalisht e majit, e cila ka votuar Partinë Socialiste dhe kështu ka vjuar edhe gjatë këtyre zgjedhjeve të 11 majit, ku duke ruajtur trendin dhe avantazhin që ka kjo forcë politike në këtë zonë të qytetit të Shkodrës. ZAZ-ja numër 3 është e vetmja që ka nisur procesin e numërimit votave në territorin e Bashkisë së Shkodrës nga 4 ZAZ-t për shkak të vonesave në grupet e numërimit nga ana e opozitës, nga ana e Partisë Demokratike të sjell me vonesë për shkak të lodhjes që kanë pasur komisionerët gjatë procesit të votimit, dhe kjo ka qenë argumenti për të cilën kjo forcë politike ka argumentuar pranë komisioneve të administrimit të zgjedhjeve në vonesat e krijuara në 4 ZAZ-t e territorit Bashkisë së Shkodrës. Megjithatë janë 4 qendrat e para të cilat janë hapur dhe po numërohen nga grupet e numërimit, siç tash kemi vetëm qendrën e parë të votimit. Kjo ZAZ ka 47 qendra dhe paktën sipas parashikimeve pritet që deri në orët e para të mëngjesit ketë një rezultat përfundimtar të 47 qendrave të cilat janë në këtë zonë të qytetit të Shkodrës, që përfshin një pjesë qytetit, zonën e Shirokës, Zogajve dhe zonën e hyrjes qytetit, zonën e Baqallëkut. Mirë, faleminderit Ergjys, mbetemi hapasapi me procesin e Shkodrës gjithashtu, ndërkohë ne do të shohim një grafik të rifreskuar të dhënave në nivel kombëtar, bëhet fjalë